Këtë javë pata një vizitë të shkurtër në Abu Dhabi dhe më pas edhe në Greqi. Dy dalesa që lidhen me dy aspekte të marrëdhënies dhe të pozicionit ndërkombëtar të Shqipërisë. Në Abu Dhabi shkova për të takuar një mik shumë të çmuar dhe të sprovuar të Shqipërisë e të shqiptarëve, por edhe një lider nga më të respektuarit sot botërisht që kam nderin ta konsideroj edhe mikun tim, presidentin Sheikh Mohammed bin Zayed, në një moment shumë të ndjeshëm për vendin e tij dhe për atë rajon të përfshirë në një konflikt si rezultat i sulmit ndaj regjimit kriminal të Teheranit. Ishte një vizitë solidariteti, një vizitë për të konfirmuar vllazërinë që na lidh me atë vend dhe me ato vende, dhe nga ana tjetër edhe besimin se Emiratet do ta kalojnë këtë fazë dhe do dalin më të forta nga kjo sfidë e madhe. Nuk egzageroj asgjë kur them se presidenti i Emiratëve Bashkuara është një mik i vyer dhe i sprovuar i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, pasi qysh në rinjën e tij ai ka ardhur në Shqipëri jo për turizëm dhe as për një takim formal, por për të udhëhequr grupin e dërguar nga IATI, i ndjeri Shezajet, në ndihmë të atyre shqiptarëve që braktisën shtëpitë e tyre në Kosovë dhe u dyndën në Shqipëri, e qëndruan në një masë të madhe në Kukës për të ikur nga makineria vrastare e Slobodan Miloševićit. Dhe qysh atëre më pas me atë vend, me atë popull dhe me atë njerëz të madh është ndërtuar një marrëdhënie që në 10 vitet e fundit ka marrë një përmas krejt tjetër. Ishte pikërisht presidenti i Emiratëve Bashkuara, Sheikhu Mohammed bin Zayed, i cili urdhëroi disbursimin e fondit më të madh të solidaritetit me Shqipërinë pas tërmetit, dhe me atë fond është ndërtuar një lagje e tërë model në Durrës. Nga ana tjetër, me Emiratëve Bashkuara na lidhin edhe punë dhe projekte të karakterit strategjik, por edhe të një natyre që kanë të bëjnë me rritjen dhe forcimin e Shqipërisë në rrugën e modernizimit të saj. Më vjen shumë mirë të konfirmoj se nga ana e presidentit dhe nga ana e udhëheqjes së Emiratëve Bashkuara, edhe një herë tjetër mora një energji jashtëzakonisht pozitive për Shqipërinë dhe konfirmimin se miqësia jon bëhet më e fortë dhe se aleanca jon do të fuqizohet hap pas hapi me më shumë bashkëpunim, më shumë projekte dhe me më shumë afrimitet mes shteteve dhe popujve tanë. Ndalimi në Athinë ishte një natyrë tjetër, por përsëri i lidhur me sa thash në krye të herës, me pozicionin e Shqipërisë dhe me dëshirën për ta parë Shqipërinë të përfaqësuar në nivelin më të lartë dhe për të dëgjuar qëndrimet dhe opinionet tona, posaçërisht në këtë rast, në një forum ekonomik me një reputacion dhe prestigj ndërkombëtar, ku për shkak të
fqinjësisë dhe të historisë, Shqipëria kishte një vend posaçëm në atë platformë ku diskutohen drejtimet kryesore të zhvillimit global, por dhe të atij rajonal dhe në këtë rast edhe të marrëdhënies me vendin fqinj. Shkova për të marrë pjesë në forum, por pata kënaqësinë që të pritesha nga kryeministri i Greqisë dhe një mik i vyer, Kyriakos Mitsotakis, me cilin bëm një bilanc të ecurisë së punës së grupit përbashkët që kemi ngritur për t'i dhënë një herë mirë përgjigje të gjitha çështjeve të bartura dhe për ta çuar në një nivel të ri marrëdhënien ndërshtetërore mes Shqipërisë dhe Greqisë. Më vjen shumë mirë të them se nga ana e kryeministrit ka një vullnet absolut për të bërë pikërisht adresimin me prioritet të gjitha çështjet e bartura, për të konfirmuar brenda këtij viti përmes një dokumenti të ri të partneritetit strategjik natyrën shumë speciale të marrëdhënies mes dy vendeve, dhe nga ana tjetër për ta mbështetur Shqipërinë si gjithmonë me përjashtim të ndonjë momenti të vështirë në rrugën e anëtarësimit të saj në Bashkimin Evropian. Dhe thënë të gjitha këto, jam shumë optimist dhe njëkohësisht jam shumë besimplot se fal edhe angazhimit personal të kryeministit Mitsotakis, ne do të dimë të adresojmë çështjet e mbartura dhe do të forcojmë edhe më shumë marrëdhënien tonë përmes një kujdesi të posaçëm, qoftë për minoritetin grek në Shqipëri, qoftë për shqiptarët në Greqi.